Medi Pojani ka konfirmuar publikisht atë që po përflitej prej ditësh në showbiz. Moderatorja ishte vetë pranishme në studio në momentin kur këngëtari Sinan Hoxha zbuloi se ajo e kishte rezervuar për të kënduar në dasmën e saj këtë verë. Kur Sinan Hoxha deklaroi se Medi do të martohej dhe e kishte kontaktuar për dasmën, reagimi i saj ishte i menjëhershëm dhe pa hezitim. Me humor, Medi u shpreh shkurt: "Po, e kam bërë." Por momenti që ndezi edhe më shumë studion dhe rrjetin ishte kur Medi u pyet për identitetin e partnerit. Ajo ju përgjigj me batut Sinan Hoxhës: "Sinan, nëse do t'i marrësh ato lekët, mos fol më." Deklarata e saj u interpretua si një konfirmim i qartë, por pa dhënë detaje të tjera për partnerin, duke ruajtur misterin që e karakterizon gjithmonë jetën e saj private. Ky moment ka bërë xhiron e portaleve dhe rrjeteve sociale, ndërsa fansat po pyesin: kush është mashkulli që i ka fituar zemrën Medi Pojanit? A do të ketë një dasmë madhështore këtë verë? Pritet që Medi të zbulojë më shumë detaje në ditët në vijim. Qëndroni me ne për lajmet më të fundit nga showbizi shqiptar.